Edhe këtë sezon veror, mungesa e ujit për vaditje mbetet një nga problemet më të mëdha për fermerët e njësisë administrative Poshnja në bashkinë Dimal. Pamjet e filmuara tregojnë kanalet vaditëse të papastruara, ndërsa uji mungon në parcelat bujqësore, pikërisht në kulmin e nevojës për vaditje. Fshatrat Poshnjë, Polizhan, Banaj, Syzez, Gajt dhe Qamic shtrihen përgjatë lumit Osum, i cili pasi bashkohet me lumin Devoll, formon lumi Seman. Megjithëse ndodhen pranë një prej burimeve më të mëdha ujërore të zonës, fermerët thonë se prej vitesh nuk arrin të sigurojnë ujë për të vaditur tokat e tyre. Misri, pemët frutore dhe kulturat e tjera bujqësore po përballen me temperaturat e larta dhe me mungesën e ujit, ndërsa në shumë parcela toka është tharë dhe ka nisur të qahet. Fermerët shprehen se pa pastrimin e kanaleve vaditëse dhe funksionimin e sistemit të ujitjes, prodhimi i këtij sezoni rrezikohet seriozisht, ndërkohë që Bashkia Dimal promovon në rrjetet sociale investime dhe projekte të ndryshme. Banorët e kësaj zone kërkojnë zgjidhjen një problemi jetik për bujqësinë. Ata thonë se çdo fushat elektorale shoqërohet me premtime për rikthimin e ujit në kanalet vaditëse, por në terren situata mbetet e pandryshuar. Fermerët jashtëkamere kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme nga institucionet përgjegjëse për pastrimin e kanaleve dhe garantimin e ujit për vaditje, në mënyrë që mundit e investimet e tyre të mos shkojnë dëm në kulmin e sezonit bujqësor.